Mi mbroma gjithve, jam Oleandër Vishi, një nga mjedisore, edhe sot me dëshirë do doja shumë flisja për lumin Shkumbin, për lumin Erzen, për Ishmin, për lumin Tiran, zeza të kuza, por e di që tu ne gjithë jemi për vetëm lumen, tu jemi për mënyrën si po qeverisës Shqipëria. Shumë nga ju më pyesin, ore, se kërkoni ka shumë me ngurni këngë për shfuqizimin e ligjit 21-24, apo se po kërkoni moratorium në zonat e mbrojtura. Edhe të këta ne flasim, 21% e territorit është në rrezik, sepse në fund një hotel mund ta prishësh, një resort mund ta prishësh, por kur vjen puna te një lagun, nuk e kthen dot më. Kur vjen puna te pylli, nuk e kthen dot më. Kur vjen puna te natyra, nuk e kthen dot më. Prandaj, anulloj atysh! Anulloni ata ligje që e dim shumë mirë që nuk janë bërë për popullin shqiptar, janë bërë për i pakicë njerëzish, dërsa Kosovë e paguajnë gjithë ne, edhe ata na e shesin për zhvillim. Po ku vjen puna dhe zhvillimi, një pyetje kam për ta. Qa vizioni keni për Shqipërinë? Keni vizionin e qenur shërbëtor tek investitorët? Po ku vjen puna te populli shqiptar, te ata njerëz që në gjithë majë në botë, jeni ju të pare që tundi flamurin e Kanarisë. Po jemi i njëjti popull, kemi po njëjtin vullnet, po njëjtin punë, po njëjtin dëshirë për të kontribuar këtë vend. Nësa ju na doni kokë ulur në vendin tonë. Prandaj, ne nuk na mungon asë njëra nga ta që sa po thash, ne na mungon një qeveri që punon për popullin e ti. Shqipëri e re! Shqipëri!